Lezhë mirëpriti edicionin e 14 të konkursit kombëtar Ora e Muzës, një prej ngjarjeve më të rëndësishme poetike, ku prezantohen krijues nga mbartrojet shqiptare. Mbi 90 poet paraqitën krijimet e tyre, ndërsa 35 u përzgjollën për të qenë pjesë e konkurimit final. Në veprimtarinë që lidhet me muajin e letërsisë dhe shënon një vazhdimsi të traditës poetike që Lezhë ka trashëguar ndër vite. Për fjalët e vdekura, bardhjeve patitur. Ti pllacën e sheton njeri jetën për një grusht pare. Po këdhenin plak, jo. Ora e Muzës mbetet një skenë poetike e veçantë, ku ndjehet fryma krijuese dhe përkushtimi ndaj artit të fjalës së bukur. Thon poetët, të cilët kërkojnë t'i kushtojnë më shumë rëndësi poezisë së mirëfillt në një situatë ku shfaqen shumë krijime e shpeshherë jo cilësore. Ky takim, siç thash, merr një vlerë të shumë fisht dhe ka një kuptim pak më mistik, nga çka në takimet në përgjithësi, vlerat e cilëve qarkojnë tek promovimi i poezive, i librave, i poetëve etj. Ky fluks, ky inflacion i jashtëzakonshëm i pseudo-poetëve dhe i pseudo-poezisë ka shumë gjasa, sipas meje, që të dëmtojë rënd strukturën estetike të lexuesit shqiptar. Për ta bërë këtë konkurs, si thua, sa më përfaqësues, dhe në këtë konkurs të vijë poezia më e mirë shqipe, do të ishte mirë që në edicionet e ardhshme vetë organizatorët t'i ftonin poetët shqiptar me emër. Por për hir të vërtetës, poetë vërtet janë pak. Sot duket se gati çdo kush po shkruan, mirë po nuk ka asgjë të keqe këtu. Është një formë të shprehunit, pastaj se kush është vërtet poet apo se cila është poezia vërtet me vlerat vërteta estetike, është ajo koha që seleksionon. Tu ka ardhur një numër shumë i madh i poezive, pastaj janë përgjedhur 35, 10, në fund zgjidhen vetëm 3, shihet që megjithatë bëhet një seleksionim i fortë. Ora e Muzës është një konkurs i hapur për të gjithë, duke i dhënë mundësi poetëve të rinj të prezantohen edhe të rritën në rrugtimin e tyre krijues, si dhe për të vendosur një standard cilësor në këtë zhanër, thot Hekuran Koka, kryetari i klubit të letrave Nduhet Gjetja. Zanat e rinj shpesh ndihen të pavlerësuar, shpesh ndihen të pa afruar. Dhe për të dhënë mundësi ne kemi mysafir plot, ne kemi fituesit e edicioneve të tjera që vazhdojnë të vinë vetëm që për të qenë pranishëm, nuk konkurrojnë më për të qenë pranishëm këtu, për të kalu mirë mes miq. Ka qenë herë parë që kanë marrë një çmim të ne dhe pastaj kanë vazhduar dhe kanë arritur edhe majat e letërsisë. Kjo na ka bërë që ne të vazhdojmë të qëndrojmë idesë që ta bëjmë thirrën të hapur dhe jo nominative. Në përfundim të edicionit të 14, juria përbërë nga Donika Dabishevçi, kryetare, Azem Baliaj dhe Albi Lushi antar, shpallën si fitues të këtij viti poetet Bona Mulaj Luka, Alketa Gashi Fazliu dhe Mara Shmirashin. Konkursi letrar Ora e Muzës vjen si pjesë e aktiviteteve të shumta që mbahen në Lezhë në kuadër të muajit të letërsisë, i cili këtë vit i është dedikuar Gjergj Fishtos, një prej figurave më të mëdha të kulturës dhe letërsisë kombëtare. Shumë